Dje në ora 12:47 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se në një kanal uji ka një person të vdekur në territorin e fshatit Jellocjepërm. Zyrtar policor kanë dalë në vend ngjarje dhe kanë konstatuar se bëhet fjalë për një 64 vjeçar nga fshati Debresh, i punësuar në ndërmarrjen publike komunalec Gostivar. Sipas raportimit, ai së bashku me kolegët e tij kishte ardhur në vend ngjarje për të pastruar kanalin në zonën ku ndodheshin kanalet për mbledhjen e ujrave rrjedhëse, me çka kishte ngecur në njërin prej kanaleve. Pasi është nxjerrë nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit Gostivar, mjeku i ndihmës së shpejtë mjekësore ka konstatuar vdekjen. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe inspektori i punës, ndërsa kçyrjen e vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi i departamentit për punë të brendshme Gostivar dhe prokurori publik, me urdhër të cilit trupi i të ndjerit është dërguar për obduksion. Dje në ora 10 në sektorin për punë të brendshme Tetovë, një 49 vjeçar nga Tetova ka raportuar se është mashtruar nga një person nga rrethina e Tetovës. Sipas raportimit, më datë 27 prill, ai kishte dhënë autorizim personit për të shfrytzuar automjetin e tij Renault Laguna me targa të Tetovës për një periudhë prej një muaji. Megjithatë, pas skadimit të afatit, i denoncuari ka refuzuar ta kthejë automjetin dhe nuk u është përgjigjur thirrjeve, për çka dyshohet se automjeti i është rishitur një personi të tretë, po merren masa për zbardhjen e rastit. Në buletinin e sektorit për punë të brendshme Tetovë për 24 orët e fundit, policia ka evidentuar edhe disa raste të vozitjes së mopedit dhe automjeteve pa patur patent shoferi. Në mesin e tyre raportohet edhe për të mitur. Automjetet edhe mopedet janë sekuestruar dhe pas zbardhjes së plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 23:10 në rrugën Luboten në Tetovë, një i mitur 17 vjeçar nga Tetova, duke drejtuar një moped ka humbur kontrollin dhe ka rënë në rrugë. Pas aksidentit, i mituri ka shkuar në Spitalin Klinik të Tetovës për t'i ofruar ndihmë mjekësore, ndërsa më vonë për shkak të drejtimit të mopedit pa patent shoferi, ai është privuar nga liria dhe në prani të prindit, inspektorit për të mitur dhe avokatit, me të është zhvilluar bisedë zyrtare, ndërsa mopedi është sekuestruar. Dje në ora 14:20 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se në rrugën lokale Tetovë fshati Saraqin ka ndodhur një aksident komunikacioni mes dy automjeteve të udhëtarëve. Në vend ngjarje ka dalë zyrtar policor, me çka është konstatuar se njërin nga automjetet i markës Shkoda me targa të Shkupit e drejtonte një 39 vjeçare nga fshati Gjepçisht e Tetovës pa patent shoferi. Ajo ka pësuar lëndime trupore dhe me automjet të ndihmës së shpejtë mjekësore është transportuar në Spitalin Klinik të Tetovës, ndërkaq pas dhënies së ndihmës mjekësore, ajo është privuar nga liria, kurse automjeti është sekuestruar.